Falënderimet qofshin për Allahun, një i vetëm dhe i pashoq. Paqja, mirësia dhe begatitë të madhe të Allah qofshin mbi vulën e profetit Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij eminent dhe besnikët dhe mbarët të cilët e ndjekin dhe e pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, sonte do të jemi me një tjetër figurë nga figurat e historisë islame, një person për jetën e së cilit nuk ka shumë informacion, por jeta e së cilit ka shumë detaje për të cilave mund të mësojmë. Ai është njeriu të cilin e ka qa i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam vdekjen e tij. Emri i tij është Uthman ibn Mad'un, Allahu shpërblet. Uthman ibn Mad'un. Uthman ibn Mad'un ishte Mekas, nga barku Gjumah të një ndër 14 barqet e fisit Quraysh. Dhe ajo çfarë karakterizon këtë person, ky është i 13 i cili e ka pranuar Islamin. I 13 njeri i cili ka pranuar Islamin. Domethënë është nga të hershmit në pranimin e Islamit. E kam përmendur dhe më parë dhe kam thënë që dietarët dhe historianët kur dëshirojnë të ndajnë nëse është nga të hershmit apo jo, kanë thënë ai e ka pranuar Islamin para se të futet para se pejgamberi alayhi salatu wasalam të zhvillojë davetin e tij, misionin e tij në shtëpinë e Arqam ibn Abil Arqam, për cilin do flasim inshallah edhe për të. Dhe ky është konkretisht i 13-ti. Ajo çfarë bën të veçantë këtë njeri është se ky edhe para pranimit të Islamit, domethënë ishte dikushi dhe dikushi me vlera të mëdha. Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu është përcjellë se ka qenë nga krerët kurajshit që i shkonte fjala gjykonte çështjet e ndryshme të njerëzve. Është nga ata të pakët njerëz i cili edhe para pranimit të Islamit e ka pas ndalu pirjen e alkoolit. Domethënë nuk e ka pi kurrë për vete, por e shifte të ndaluar përdorimin e tij dhe për të tjerët. Dhe nëse është treguesi diçka, domethënë është treguesi vlerave të këtij njeriu. Kur e kanë pyetur domethënë rreth diçka, ai nuk e ka jetuar ndalimin e alkoolit në Islam. Ka vdekur para se të bëhet haram alkooli, siç do e vrejnë. Ama ai gjatë gjithë jetës vetë domethënë e ka konsideruar si tillë, dhe kur i kanë thënë që përse nuk e ke konsumuar alkoolin në një shoqëri si ajo e Mekës apo e treveve arabe ku alkooli depozitohej me fuqi, si në komunizëm, një ndër gjërat që futi komunizmi që ju shoh fare o Zot kudo qofshin, një ndër gjërat që futi, gjithë njerëzit mund të depozitonin domethënë mille, ku ta di unë bereqet. Komunizmi i mësoi njerëzit duhet me depozituar rakia alkool. Nuk qunte burr nëse ti nuk e konsumoje, gjëna pallavra të tilla, inshallah. Allahu na fal. Nëse. Dhe në një shoqëri si ajo e Mekës, do të depozitohej me fuqi. Ata të cilët nuk e kanë pi alkoolin, ndoshta njëra dorë kishte dhe njërës dorë ishin shumë me i numëruar. Sepse ishin shumë pak. Dhe kur e kanë pyetur Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu që pse nuk e ke pi alkoolin, ka thënë, si mund të pihet diçka që ta humb mendjen? Si mund të pihet diçka që ta humb burrnin? Nuk të lejon domethënë që ti të thuash e mbaj ose se mbaj mend për këtë arsye. Ndaj thot, pra ai thjesht ka parë të tjerët, nuk e ka provuar kurrë vetë. Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu do të jetë ndër ata i cili ka emigruar 2 herë. Atë që ne njohim domethënë emigrimi i parë drejt Abisinis dhe emigrimi i dytë drejt Medinës. Në emigrimin drejt Abisinis, pati ndodh, siç e kemi përmendur në jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam, se u hap fjala që Mekasit kurajshitët kanë pranuar Islamin. Dhe u nisën ata të cilët kishin emigruar drejt Abisinis, ku në total numri i tyre ishte nga 84 në 100. Dhe u kthyen në Mekë. Një ndër ata të cilët u kthyen në Mekë ishte dhe Uthman ibn Mad'un. Mirë, po me të kthyer në Mekë kuptuan të gjithë, domethënë se disa u kthyen dhe një herë mbrapsht para se të futenin në Mekë, dhe pati të tjerë të cilët u futën në Mekë. Një prej tyre të cilët u futën në Mekë do të ishte dhe Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu. Por çfarë do të thojë të futesh në Mekë?
të futesh në Mekë pa një mbështetje, pa një mbrojtje, të thonë një vetvrasje. Pra të kishe pranuar për veten vetvrasje. Dhe Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu pranon besën e Walid ibn al-Mughira, ose konkretisht babai i Khalid ibn al-Walid. Babai i Khalid ibn al-Walid, sahabiu i nderuar, ka qenë një fisnik nga fisnikët e Mekës. E merr në besë, pra në mbrojtje. Kur themi e merr në besë, e merr në mbrojtje dhe deklaron aty para Qabes që Uthman ibn Mad'uni është në mbrojtjen time. Kush e cënon atë, më ka cënuar mua. Dhe nga ky çast gjithçka përfundonte. Mirë po, nuk zgjati shumë dhe Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu shkon tek Walid ibn al-Mughira dhe i thot të falenderoj për fisnikërinë që tregove, mirë po, besën tënde nuk e dua. I thot ai, po pse? Domethënë, a nuk e mbajta besën që thu nuk e dua? E ke parasysh domethënë kur dikush ti mund të kesh një nevojë, që ta kuptojmë këtë. Ti mund të kesh një nevojë dhe të ofrohet një person i cili është i ligë me ta kryer ty këtë hallin, këtë nevojën. Edhe ti nuk ja pranon, sepse e din që në këmbim kësaj ka për të kërkuar diçka tjetër. Pra thu që ç'e du të mirën e këtij personi. Dhe Walid ibn Mughira pati frikën se mos ndoshta ky ka këtë qëllim. Vallahi i thot Uthman i thot, vallahi i thot, fisnik si ty, domethënë është Zoti dëshmitar, nuk kam pa. Por unë thot du vetëm besën e Zotit. Pra nuk du të pranoj prej tjetër kujt. Unë jam në këtë gjendje në cilën ndodhen, pra që jam i persekutuar sepse kam besuar Allahun xhelel xhelalu. Të shti, këtej domethënë kam besuar Allahun dhe kam treguar besimin në Zot. Dhe këtej të përfundoj të mbrohem nga një person i cili nuk e ka besuar Zotin, pra si ti, je fisnik, je njëri i mirë, je njëri me vlerë, nuk e mohoj, por nuk je në këtë rrugën time, nuk e du. Dakord, thot Khalid ibn Walid, Walid ibn Mughira, thot, si që deklaruam në Qabe, atje duhet të tërheqim këtë gjë. Dhe shkuan aty në Qabe, e deklaroi Walid ibn Mughira, që nga ky çast Uthman ibn Mad'uni nuk është më në besën dhe në mbrojtjen time. Dhe ngrihet Uthman ibn Mad'un, duke folur fjalët më të mira për Walid ibn Mughira, ashtu siç e meritonte, domethënë, dhe tha unë kam besën e Zotit. Dhe këtu jemi në rregull. Çfarë ndodhi më pas? Ajo çfarë ndodhi më pas është se Uthman ibn Mad'uni nuk ishte ai njeriu i cili fshihej në besimin e tij. Pra një person i cili e ka guximin që të vazhdojë sërish rrugën i vetëm, aq më tepër kur e shitet tani e tutje ishin acaruar akoma dhe më shumë. Çfarë ndodhi? Ndodhi që një poet i shuar arab i asaj kohe, Lebidi, në gjuhën arabe, arabët duke qenë se ishin shumë dhënë pas poezisë, në gjuhën arabe ka diçka poema të cilat quhen 10 poemat. Një ndër këto është dhe poema e këtij Lebidit për cilin ne po flasim, domethënë, ose po përmendim se çfarë ndodhi midis tij, Lebidi ibn Rabia e ka pasur el-Amiri, se çfarë ndodhi midis tij dhe personazhet tonë Uthman ibn Mad'un. Një ndër këto poema, të cilat kanë qenë të varura në Qabe për nga rëndësia që kishin, ishin dhe fragmentet, pra i po i citonte aty, pra mblidheshin burrat. Sot mblidhen burrat në kafe më telefon, në xhami më telefon, në shtëpi më telefon. Dikur domethënë kishin lloj lezeti më dha. Dhe mblidhenin burrat dhe kujt ja jepnin fjalën, domethënë një poeti, sepse ata ishin zotët e fjalës, dinin çfarë të recitonin. Dhe reciton Lebidi ibn Rabia dhe thot, ala kulle shay'in ma khala Allah batilu. Gjithçka veç Zotit është e kotë. Reciton ai. Dhe aty ndodhi Uthman ibn Mad'un. Dhe Uthman ibn Mad'un i thot, sadaqt. Vërtetën e ke thënë. E vazhdon të thot, wa kullu na'imin la mahalata zailu. Dhe nuk ka dyshim se çdo e mirë shuhet dhe tretet. Këtu thot ai, ja fute kop gënjeve, sepse xheneti është ajo e mirë e cila nuk shuhet, nuk tretet kurrë.
Nëse po flasim për të mirët e dunjas, do të ishim dakord. Po nëse po flasim për të mirët në tërësi, siç është dhe xheneti, këtu ke gënjy. Kthehet Lebidi dhe thot, o ju Kurejshit, thot, që kur përgënjeshtrohem unë në tubimin në mezhlisin tuaj. Pra nuk kam marrë thu me fol ky apo tjetri. Ndoshta e njihte, ndoshta edhe nuk e njihte, nuk është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Thot dhe ja këputë dikush, domethënë i ra personazhit tonë Uthman ibn Mad'unit, thot i ra i grusht syu, domethënë ai sa thot ju bëj shil syu. Domethënë ju bëj shil syu, do të thotë që shkoi gati për të qerru, për të verbu. Ky është qëllimi. Aty thot i afrohet Walid ibn al-Mughira dhe i thot, o Uthman, a nuk do të kishe qenë më e mirë që të pranoje besën time, pra se po të ishe në besën e atij, nuk e prekte do të kush. Si i binte do të hapte, domethënë, konflikt me Walid ibn al-Mughira. Jo vallahi, thot, nuk do të ishte më mirë. Thot syu tjetër, subhanallah. Syu tjetër që e kam tamam, lakmon këtë tjetrin për këtë çfarë i nodhi. Ky tjetri që jo tamam e lakmon këtë tjetrin, pra e ka zili që pse s'mrani ke ky tjetri. Sepse këtë thot unë e bëj për hir të Allahut. Emigroi drejt Medinës. Një gjë tjetër e veçantë e Uthman ibn Mad'unit është se dy vëllezërit e tij, edhe motra e tij, pra këto kanë qenë 4 fëmijë, që të gjithë kanë qenë prej sahabëve, kanë pranuar Islamin. Gruaja e tij po ashtu, domethënë ka qenë prej atyre që kanë pranuar Islamin. Djali i tij Saib ka qenë prej muslimanëve, prej sahabive, domethënë. Kur emigroi thot drejt Medinës, kërkon leje pejgamberit alayhis salam të jap leje që të fokusohet vetëm në adhurim. Pra me u shkëput nga dynjaja plotësisht. Mësimi tani që marrim ke kjo që ky kërkon. Jo çdo gjë që ti mund të kërkosh prej fesë, me tokë, ti thu domethënë ndihem rehat unë kështu. A ndihesh rehati, duhet të ndihesh rehat kur ti je konform asaj që ka ardhur profeti alayhis salam. Se ti mund ndihesh rehat ndoshta edhe me dëbu mu prej këtu ose me mboj i të keq. Po kjo nuk është rehati, kjo është padrejtësi pastaj. Ndaj i kërkon leje pejgamberit dhe thot duhet shkëputem nga jeta e kësaj bote totalisht, pra s'duhet të kem poj as me grua, as me fëmijë, as hiç. Unë e ke parasysh i ka ca njerëz kur duan të justifikojnë demellikun e aty në thot, unë jam të vdek. Ai s'do të punu për shemb. Unë jam të vdek, ti më thu bë këtë. Ndërsa ky nuk ishte i tillë. Ky thjesht domethënë kërkoi pejgamberit alayhis salam jep leje të fokusohen vetëm në ibadet. Thot profeti alayhis salam, a më i mirë se unë jeti? A më i mirë nga unë jeti? Pra unë jam shembulli yt. Ti më thua më jep leje të fokusohen vetëm në ibadet, mos merr as gjë tjetër. Jo, thot pejgamberi alayhis salam. Kan thënë sahabët, elhamdulillah që pejgamberi nuk i dha leje atij, se po ti kishe dhënë leje atij do të ishe bërë shembull për ne të tjerët dhe do të kishim nis gjithë një rrugtim të tillë. Atëherë, rehatia në besim, apo përzjedhja e një forme, apo shpikja e një forme, sipas dëshirës dhe asaj që ti e sheh, se është ideale, ose është e rregullt, ose sa ashtu duhet të jetë, nuk të justifikon dhe nuk ta jep të drejtën që ti ta veprojsh një diçka të tillë. Duhet të ketë miratim nga feja dhe nga shariati i Allahut. Ndaj pejgamberi alayhis salam ja mohoi diçka të tillë. Në këtë kontekst tregon një ndër bashkëshortët e profetit alayhis salam dhe thot, vizitova bashkëshortën e tij, thot dhe e pash domethënë që nuk u mante, përse majte veten. Një gru që do me majt burrin, duhet me majt veten. Në mënyrë domethënë që gjithçka ta ketë në shpinën e vet. Një gru e cila do me majt shpinë, do me majt burrin, duhet me majt veten. Dhe i thot kjo zonjë, pra nderuar i thot, çka ndodh me ty, thot kështu. Ky motra e këtij ka qenë gruaja e Umerit radhiyallahu anhu,
e përpasoi Hafsa dhe Abdullah ibn Umeri kanë qenë nipa të Uthman ibn Madhunit. Kanë qenë nipa të Uthman ibn Madhunit, pra për të bërë thjesht një lidhje se si lidhen me njëri tjetrin. Thot, kujt me ju zbukuru, pra për çfarë më nejt me majt veten. Ditën e agjërushëm, natën e ke gjithë natën të u fal, domethënë është si mos me ekzistu. Pra ishte duke treguar domethënë që nuk ka interes bashkëtorë. Kjo nuk do të thonë se kishe impotencë, se nuk kishte dëshira, jo, kishte dëshira. Po i fokusum tek ibadeti dhe do të ishte pikërisht kjo këshilla e pejgamberit alayhis salam, e cila e riktheu dhe një herë tjetër në jetë. Thot dhe kur e kanë pa bashkëshorten e tij, pra pas kësaj këshille të pejgamberit, thot a thu se ishte tu pa i nusë të re. Dhe sa herë shifnin gratë, me të duk se ishte një nusë e re, që tregon se si ndryshonin këta njerëz kur bëhej fjalë jeta e të dërguarit Zotit, këshillat e të dërguarit Zotit, modeli i të dërguarit Zotit. Kjo i bëri këta njerëz të veçantë. Uthman ibn Madhun radhiyallahu anhu pas betejës së Bedrit, 6 muaj pas betejës së Bedrit ndron jetë. Dhe ky do të jetë i pari i muhaxhirëve i cili ka ndruar jetë. Do thot dikush po ato që janë vranë Bedër, ata janë dëshmorë, në po themi i pari i muhaxhirëve që ka ndruar jetë dhe i pari që do të varroset në varrezën e pejgamberit alayhis salam Baqi al-Gharqad. Dhe do të ndalemi nga kjo pjesë pak më vonë. Kur ndroi jetë, morën e lanë që finosën normalisht dhe njoftojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shkon i dërguar i Zotit, zbulon kufonën e tij, pra fytyrën, i afrohet duke e puth. Thot dhe qëndroi një copë herë mbi të, ai salotët e pejgamberit alayhis salam i ranë në faqe. 3 herë me radhë. Se në fillim thot nuk e kuptuam që po qandi i dërguar i Zotit. Thot dhe në herën e tretë tha, dynjaja nuk bën i vend tek ty. Nuk depërtoi dynjaja tek ty. Por as ti nuk more prej saj hise. Pra ishte njëri që në dynja vetëm se kalonte jetën, por asgjë më tepër. Kjo ishte dëshmia e profetit alayhis salam. Thotë shoqja, në këtë çast drejtohet e shoqja dhe thotë, me të vërtetë që ai është prej të fitumve. Prej të fitumve, pra është prej xhenetlive. Thotë pejgamberi alayhis salam, shikoni tani se si duhet të jetë, domethënë profeti alayhis salam edhe në këto çaste është edukator, është mësues. Nuk lejon se në ndodh shpesh kur jemi në përvdekje apo në vaki të ndryshme, shohim shumë shkelje dhe s'dim si me reagu. Jo më duhet me reagu, edhe aty duhet me reagu. Shkon varrim, duke mu lu varrin, le herë lopatën to, le lopatën, ule. Çka le lopatën to? Flit. Kalojnë dorë në dorë, se nuk sjell lopata, as vdekje, as nuk largon vdekje, as nuk sjell vdekje. Ajo është mjet që i kemi prodhuar ne për të shërby. Lejen tokë. Jo, le herën tokë. Profeti alayhis salam i drejtohet dhe thotë, unë jam profet dhe nuk kam siguri. Pra si dëshmove ti diçka të tillë? Thotë, më falë i dërguar i Zotit, të tërheq thotë në ato çaste. Thotë dhe pat shoqin në ëndër, sikur një lumë ose një burim rrithte prej tij dhe ja përcjell këtë ëndër profetit alayhis salam. Thotë i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam, kjo është vepra e tij. Pra fillimisht kur e ndaloi një diçka të tillë, nisën disa të mendojnë keq. Profeti është edukator, është duke thënë që mos u merr me këto detaje. Gjithë ju ka rënë, ndaj nuk është se po them në një gjë të habitshme, e keni vënë re domethënë se kur vdes dikush, zhimlidhen të afërmit. Në vend se me diskutu që ore, ky ose kjo hiku, është në ardhë edhe neve me hik, fillen, i kishte ra i nuri i madh, pa kishte mori çerë si me qenë nuse.
Që nuse e ka vdek, dhe thumë, si me qenë nuse, si me qenë dëndër. Së fëllë pëtat në ligje këtë në këtë. Pra merë me gjona, dhe me thonë, me mledhe aty, ndër budalliqet që kom një gjuhë, përshë, ose kam përjetu vetë. Një vdekje, një robi jo. Sa dha shpirt, dhe më nisha aty, kur dha shpirt gati në durë dhe mija, dhe me thonë. Se që hypi i gazi malë, robëve aty, s'kishe shumë gjirë dhe gjysore i orë. Edhe fillun. Vallaj ka qenë shaka gjinë e mjetë. Për ne ka hyp gazi më. Po që e gazi më dhe pëse s'kem men ti dhe më thonë, si mund të qeshësh, të kesh gjenozë aty para. Vdikja i po mund të kështë vdek tjere në vend të ti. Mund të ishe ti e i që e vdisje. E për të vdek ke, e kupton, se s'ke për të vdek. Pra nësi i thu dikujt, i shkofsh për mrapa. Jo, dhe kjo. Po për mrapa pra ke për t'i shku, se ka shku para ti. Mrapa ke për të vdek ti të shi. I shkofsh për mrapa, nuk të thonë se vdeksh të shi. I shkofsh për mrapa, pra hiku kë. Dhe profeti a.s. ishte edukatori. Nuk lejon dhe më thënë këto shkeljet. Tani ra puna që ku me varros Uthman ibn Mad'unin, se thash ishte i pari që kishte ndruar jetë. Më parë ishin dëshmorët e Bedrit, po ata ishin varros në Bedr. Sepse dëshmorët zakonisht domethënë varrosen aty ku bien dëshmor. Ata ishin varros në zonën e Bedrit, në luginën e Bedrit. Tani bëhet fjalë që vdekja e parë kjo. Pas këtij ka qenë sahabiu i nderuar Esad ibn Zurara radhiyallahu anhu, do të jetë një tjetër emër të cilin do të flasim rreth tij dhe aktivitetit të tij me shpresën e Allahut. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam zgjedh ato që njihet sot si varreza Baqi al-Gharqad. Baqi al-Gharqad është një lloj bime, tip gjembashi mund të themi ne, pra bimë jo frutore që mbinte aty. Dhe varreza e Baqijës, për atë që e ka vizitu, ka një sipërfaqe 86.000 metër katror. 86.000 metër katror, ajo e rrëthumja sot, gjithse i cili mund të futet me pa dhe në internet, domethënë për çfarë bëhet fjalë. I pari i cili është varrosur aty ka qenë Uthman ibn Mad'un. Kur e ka varrosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka kërku njërit prej shokëve të tij, sepse ishte varreza e parë, i ka kërku njërit prej shokëve të tij dhe i ka thënë masillat gurin atje ta vendoske koka e varrit në mënyrë që ta njoh varrin e vllait tim dhe për krah të tij të varros në të ardhmen edhe familjarët e mi, pra që e konsideroi pjesë e familjes së tij. Dhe për ato të cilët vizitojnë kujt si ka mundsuar Allahu Zoti inshallah ja mundsof, kur shkon në Medinë, futesh në varrezën e Baqi, varret e sahabëve i kanë krahun e majt. Pra sa po futesh, ecën kështu ballore, ke edhe aty në fillim, po ke edhe në krahun e majt. Ata janë varret e sahabëve. Janë parcelat që nuk hapen. Pjesa tjetër e varrezës, domethënë rihapën varret çdo 5 vite, në informacionin që kam marrë kur kam pyet atje, ndërsa ata nuk hapen, nuk preken, domethënë për respekt të sahabëve. Thotë dhe nuk e merrte dot, thotë ky, nuk e ngrinte dot. Shkon vetë pejgamberi alayhis salam, thotë i përveshi domethënë mangët e tij, thotë aq sa pa bardhësinë e krahëve të pejgamberit. Dhe ja vuri vetë aty dhe më pas thotë i mori 3 dur me dhe. Prej sunetit të profetit alayhis salam është që mi hudh dhe, domethënë me kontribu aty, qoftë nga i grush dhe për shembull. Shkon varrimin sot, durët në xhepa, të bë muhabet me njëri. A thu sa tu myll në një kuti shkrepsi. Po tu myll tjetrin varre. Aty merret përgjigje, o je për xhenet live ose Zot na ruaj je për xhenem live. Si mundet me bë muhabet aty? Ku je më s'u pa më hiç? Aty të pafta hiç të sheh vetëm me një ditë. Ku je? Po kur dush me pa, shko shive ku për ta pa. Aty së zhveni për të pa, për të bëgë gallata e tjera më radhë. Dhe thot, pas kësaj, profeti alayhis salam i hudhi dhe 3 dur dhe. Mund përmend kam qenë një, sidomos në qytet, në qytet të kënaqur me këta gjëra. Me i varri, ngeli lopata më dorë. Zvidhe njëri me të morë. 200-300 vete vëllai ishin. Shumica domethënë në 5 vatli, me pas qef me i pa.
me bo gara për safën e parë. Po në aty ke lopata më rëso se vapë. Mos zalla, dhe i se më tha njën, hoqët, po hajde në data, shë duhet më ju thirë me emra juve. Unë kur shkoj si hoqë, ja, më nejtë që me pa që ku ka një gjuhë që ti të flasësh një diçka. Ju më nejtë me pa lopatën shive ti të shofi tjetë, pëse unë të shofë gjitha. Pra, që të kontribojsh në mullimin e ti, nuk do të thotë se hasë ti hodhi dorë. Kontribo mirë aty, kontribo mirë. Kurse kjo e profetit alayhis salam ishte me hodhi i dorëve. Përse varreza e beqijës. Profeti sallallahu alaihi wasallam më parë ka fol, dhe kjo do të ishte një temë komplet në vete, ndoshta ne mundson Allahu më trajtuar në një herë, ka folur për vende, për vlerën e tyre, ndërto dhe Medinja pejgamberit alayhis salam. Kur është largu prej Mekës, është largu me i peng madh në zemër. Dhe ka thënë që o Zot, sikur të mos ishe i detyruar për dalë prej saj, për të i përzon, nuk do të ishe larguar. Kur ka ardhur në Medinë, është lut dhe ka thënë o Zot, shtoja bereqetin Medinës 2 fishin e Mekës. Dhe kur ka folë, domethënë, për vendin e tij, për Medinën, sepse është konsideruar qyteti pejgamberit alayhis salam ky tani, kur ka folë për të, ka thënë: "Men istata'a minkum an yamuta fil Madinati falyaf'al." Kush ka mundësi të jetojë derisa të vdesë në Medinë, të mos kursehet, le ta veprojë. Dhe ka thënë: "Unë dëshmoj, unë ndërmjetësoj, bëj shefaat për ata të cilët varrosen në varrezën e Baqiul Gharqad." Dhe ka thonë se Zoti Xhelle Xhelalu më ka thonë që bëj shefaat dhe lutu për ta. O Zot, në mundëso me vdek Medinë. Në mundëso Zot më varros në Baqia, me qenë pjesë e shefatit pejgamberit alayhis salam. Po s'deshet ju thoni amin për mua, se unë vëllai du. Ju si të doni mos ne. Allah inshallah na lehtësoft o Zot. Allah na mundësoft me mbyll me iman. Ndaj do të ishte Uthman ibn Mad'un radhiyallahu anhu, i pari i cili do ta merrte këtë rrugtim në këtë varrezë, do të ishte i pari të cilin e dëshmonte i dërguari i Zotit alayhis salam vlerën e këtij njeriu, dashurinë që ky njeri kishte për fenë e Allahut, dashurinë që ky njeri kishte për dërguarin e Allahut, dashurinë që ky njeri shprehu në mënyrë të vazhdueshme për xhennetin. Dhe edhe pejgamberi alayhis salam tha që Uthman ibn Mad'uni ka dalë nga dynjaja, pra ka vdek. Dynjaja nuk mori prej tij, sa i nuk mori asgjë prej dynjas, pra nuk u infektua, thon ndryshe nga dashuria me dynjan, nuk u ndikua nga kjo dashuri e dynjas, jetoi si një besimtar i denj, jetoi si një fisnik i vërtet, u largu duke marrë me vete dhe dashurinë e pejgamberit për të. Normalisht që profeti alayhis salam ka qenë njëri si që të tjerët në kuptimin e ndjenjave. Dhe ti nuk është se qan për këdo që vdes. Pra për atë që të dhem zemra më shumë, qan. Po ti shef një xhenazë që nuk ka lidhje ndoshta drejt për drejt me ty. Robi Allahut, është e kupton. Po qanë syu, domethënë atëherë kur e përjeton diçka të tillë. Dhe përjetimet e pejgamberit ose të qamet e pejgamberit për vdekjen e dikujt, për xhenazën e dikujt janë të pakta në jetën e tij, janë të pakta. Dhe një ndër më shembullore domethënë ka qenë kjo Uthman ibn Mad'unit, pra ku i dërguari i Zotit domethënë e përqafon apo ulet e puth atë, e zgjat domethënë atë përqafimin me të, se thon ka herë ishte ju kërkoj ndjesë, domethënë si i përmendim këto eksperjenca shumë që mos i përsërisim më, për te i përmend. Dhe më kish marrë dikush për i xhenazë. Thënë drejtë, nuk u njifsha me ta, dhe nuk parashkojmë xhenazë pa njoft. Se të merr për hoxh, po do prift. Të shi po morë për hoxh, ma për hoxh. Ose shko merr prift, ti bëj shërbesa të prifti. Pra të merr për hoxh, po do të sillesh si prift.
nuk kam gjë me priftet, apo e kam fjalën që duhet me respektu, domethënë atë për cilën e ke marrë. Më thot, ne kemi një det. Hajër shumë, qa deti keni ju? E qisim të gjenozën aty se dalin gjithë të nda me te. Më tha, ata qisim në borë, ata lejme te ke vërrezat, apo aty më dhonë ku është. Të shti vetë më thej që atë det. Atë detin si të keni, që të mund të gjithë. Jo, tha se duhet t'je shtetë. Duhet t'je mund, po. Mëse qëti 100 herë, i herë kur të qenë që më shpije, mëse ullë mo, të qenë dhe herë në tje, ku e keni gjenozën aty mrena, po si, vi unë, folë ty fjallë aty, tja këpoto një herë që qenë të adetë dhe këto gjonët, do të thush ti, a nuk e bonë ato, mimre ta e bonë, po unë të bëjt timen, sa do prave bonë të vetën, po të pak dhe unë u qetësova se unë e bonë atë timen, e thash që kisha për të thonë, si me ndova me vepru, kështu është kur shko si masa dedeve të një venin. Dhe i vlezit e mi, profeti alayhi salatu wasalam ka vendos rituale, ka sheshu shumë adete. Kur adetet zakonet do të binë ndesh me ibadetet dhe ritualet, duhet kapim pas ritualeve dhe të braktisim se sa adete mund të ketë një zonë apo një zonë tjetër. Lutim Allahun xhelel xhelalu Zot na falë na mëshiro. Na bëjë Zot me moral të lartë të Hazretit Muhamedit alayhi salatu wasalam, na bëj jetën të lehtë, na mëson Zot të vëmë të shërbim të fesë tënde, na bëj vdekjen të lehtë, na mëson Zot të vdesim si besimtar. Të lutem ty o i madhnueshmi Allah, siç na mësove të mblidhemi këtë vend me madhërinë tënde, na mëso që të gjithë bashkë me familjet tona, fëmijët tanë, dashamirët tanë, mblidhemi në xhenet të lartë, në xhenet e Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.